Javë më parë shkoi viti 2022. Në këtë vit 370 milion euro janë dërguar Serbisë nga Kosova. Qeveritë që vijnë shkojnë në Kosovë nuk janë aty që të tallen me njëra tjetrën, se kush ka punuar më shumë me Serbinë, por që ta qeverisin sa më mirë Kosovën. Partitë politike në Kosovë, kur bëjnë gara për ta marrë pushtetin, punën kryesore kanë që të punojnë mirë për Kosovën, e jo të akuzojnë njëra tjetrën kush i ka dhënë Serbisë më shumë para. Ato para janë të Kosovës, nga kudo që vinë, nga mërgata jonë apo nga djersa e qytetarëve të Kosovës. Prandaj, qytetarët e Kosovës kanë të drejtë të shfrytëzojnë dhe të harxojnë atje ku ju thot mendja dhe atje ku kanë më shumë përfitime. Por jo duke blerë me çdo kusht mallrat të Serbisë, qoftë edhe kur janë më lirë, qoftë edhe pa e ditur mirë kualitetin e tyre, qoftë edhe kur janë me afat të kaluar përdorimi. Vetëm ata që i ka lënë kujtesa historike mund të mos e dinë për gjenocidin më shumë se 100 vjeçar që ka bërë Serbia mbi shqiptarët. Më 1878 deri më 1881, me gjenocid kryhet spastërimi etnik i shqiptarëve nga Kazaja e Nishit dhe e Topanicës. Çka ka mbetur sot nga ato toka, nga ata njerëz? Ku janë dhe ku kanë mbetur? Ata pak që kanë shpëtuar nga vdekja janë diku nëpër botë, në Turqi, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Evropë, por pjesa më e madhe e tyre nuk flasin shqip, nuk dinë shqip, as nuk kujtohen se çka ka ndodhur me ta. Cili popull e harron kaq shpejt e kaq lehtë gjenocidin që bëri Serbia fashiste bashkë edhe me disa qendra të Evropës së kohës, kur pjesët më pjellore të tokave shqiptare i jepën Serbisë. A e kujtojnë shqiptarët se çka ka ndodhur me Tivarin, me Çamërin, me Ulqinin e me viset e tjera të atyre tokave shqiptare? Duhej edhe flota e luftanijeve të Evropës që ato qytete shqiptare të dorëzoheshin Malit të Zi, Greqisë e Serbisë. Nëse keni harruar të lexoni shqip, atëherë lexojini Dimitrije Tucovicin, një ushtar serb i luftës ballkanike që flet për gjenocidin serb në Kosovë dhe në Lum, që sot është pjesë e Shqipërisë londineze. Sepse e tillë është kjo Shqipëri, atë dhe u hynë londineze, nga se e ka coptuar konferenca e ambasadorëve në Londër më 1913. Nëse keni harruar çka u kanë thënë gjyshërit dhe baballarët për luftën e Shaban Polluzhës, pyetni secilin historian ton me ndonjë përjashtim të vogël, nëse një herë nuk ka shkruar se ajo ishte luftë terroriste, siç e kishte cilësuar politika e Beogradit, kurse pas viteve 90 doli se ishte luftë çlirimtare, luftë për ekzistencë. Nëse të gjitha këto i keni harruar, si është mundur të keni harruar luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila së bashku me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në krye, e ka çliruar këtë pjesë të atë tonë. E ka çliruar dhe që më shumë se 2 dekada jemi vend i lirë, që nga viti 2008 jemi shtet i pavarur. Pra, nëse nuk e keni harruar këtë luftë, do e mos i vizitoni varret e dëshmorëve të kombit, se vetëm aty ende ka mbetur flamuri kombëtar, me të cilin ka dhënë jetën secili luftëtar i lirisë son. Nëse të gjitha këto mund t'i keni harruar, ju shqiptarë të dashur, e ju qeveritarë të nderuar, si është e mundur t'i keni harruar 1432 fëmijë të vrarë, nga barku i nënës e deri në moshën 17 vjeçare? Ku ka gjenocid më të madh se kjo gjëmë me përmas kombëtare? Janë 1432 fëmijë që sot nuk e gëzojnë lirinë e Kosovës, kurse shqiptarët blejnë mallrat e Serbisë pa ju dridhur syri nga turpi i historisë. Në anën tjetër, qeveritarët tanë luajnë politikash duke akuzuar njëri tjetrin sa për tradhti kombëtare, sa për hajni, sa për prostitucion, sa për shitje të interesave kombëtare, duke fajsuar herë Serbinë, herë Evropën, e ndonjëherë tjetër edhe Amerikën.
kurse institucionet tona shkencore, Akademia jone shkencave, jo vetëm nuk kanë kohë të merren me ndonjë proces historik që ka hapur luftë e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, por ata siç ishin dje kundër kësaj lufte, edhe pas luftës janë kundër atyre që kanë sjellë lirinë. Atyre pra shumicës së dietarëve tanë, shumicës së institucioneve tona shkencore, akademisë sonë, jo vetëm nuk u bën goja punë ta thonë një fjalë të mirë për luftën që solli lirinë dhe çlirimin e kësaj pjese të atdheut tonë Shqipërisë, por akuzojnë këtë luftë e këtë çlirimtar edhe më keq se Serbia. Në një pjesë të shtypit tonë, në një pjesë të botimeve tona, edhe të Akademisë së Kosovës, ajo që është shkruar dhe shkruhet edhe sot kundër luftetarëve të lirisë dhe kundër luftës çlirimtare, edhe shtypin e Beogradit e lë pa tekst. Kurse statistikat thonë se 370 milion i janë dërguar Serbisë. Por kjo nuk është më rëndësi, sepse në vitet e tjera pas kanë dhënë edhe më shumë, herë 600 milion euro, herë 800 milion euro, andaj jemi shumë të kënaqur që kësaj radhe Serbisë janë dhënë vetëm 370 milion euro. Thuhet kështu edhe kur në kopshtin e fëmijëve që mban emrin Nënë Zahide, pra emrin e nënës së komandantit legjendar Adem Jasharit, fëmijëve të kopshtit u jepen dhurata nga firmat e Serbisë. Thuhet kështu edhe për faktin se qeveritë tona, pa marrë parasysh cilës parti i takojnë, nuk janë të zonjët ta qeverisin edhe këtë pjesë të jetës së shqiptarëve se ndoshta e bëjnë në emër të moscenimit të drejtave të njerëzit, andaj fusin në Kosovë kudo mallrat e Serbisë, edhe në kopshtet e fëmijëve. Mallrat kancerogjene të Serbisë nuk vijnë në Kosovë dhe në Shqipëri vetëm kur bllokohen rrugët nga ata që i mban Beogradi. Jo vetëm me paga të majme, por edhe me çdo gjë tjetër, edhe duke i ndërtuar komplekse banimi e objekte kulture, universitete dhe shkolla të mesme, lapidar të heronjve kishtar e kriminal serb në mes të Kosovës. Kështu që pasi e ndajnë përgjysmë me Mitrovicën, askush që sa vjet nuk i zë në gojë ata 11.000 shqiptar që janë përzënë nga shtëpitë e tyre, pak vjet pas luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Rrugët mund të bllokohen, por qarkullimi i mallrave serbe, kryesisht nga tregtarët shqiptar, nuk bllokohet kurrë. Nuk bllokohet as kur vritet shqiptari Artan Zymberi, nga se pas ka pasur në trup 2 tatu, Skënderbeun dhe Adem Jasharin. Mallrat serbe nuk bllokohen të hyjnë në Kosovë edhe nga të shumtët tugjar shqiptar të frymës pro-jugoslave pro-serbe, dhe askush nuk ka kohë të reagojë, as nga presidenca, as nga qeveria, as nga ministri të ndryshme, por as nga ndonjë institucion ynë shkencor, si Akademia jonë, fjala vjen, sepse ata nuk i shohin as kolonat e shqiptarëve duke pritur me orë të tëra në kufirin që ndan me Serbinë, sepse ata nuk i shohin as reagimet e organeve të pushtetit tonë, as të ndërkombëtarëve, qoftë edhe kur ndonjë shqiptar në vetëmbrojtje për të mos e ndotur uniformën e ushtarit të ushtrisë së Kosovës shkrep në ajër 2-3 plumba. Atëherë bëhet hataja. Reagojnë aq ashpër, pas zgjedhur as fjalorin dhe duke u përzier në punët e organeve të drejtësisë, kurse bashkë me ta reagojnë të gjitha institucionet e Evropës, si dhe ambasador të disa vendeve. Prandaj del sheshit se asnjë institucion yni, as qeveritar, as shkencor nuk ka kohë të merret me praninë milionshë të mallrave serbe në Kosovë. E në anën tjetër, e kemi plot gojën, liri, demokraci, drejtësi. Për turp të Zotit, se sa duket, mjafton që janë në pushtet dhe mjafton që mund të shajnë njëri tjetrin deri në cilësimin tradhtar i kombit. Në fund, asgjë më mirë nuk i shkon gjendje sonë se sa mençuria një plaku në një fshat të Kosovës. Nipin e tij të vogël që ruante bagëtin e kishte rrahur një burr i moshuar, se ai kishte bërë sherr. Kur vjen në mbrëmje në shtëpi, nipi i tregon gjyshit se baban nuk e kishte, ja kishin mbytur në aksionin e armëve në vitin 1955. Gjyshi thot nipit: "Dil në sheshin e fshatit, mos po shohësh dikë të vdekur."
Nipi, që e kishte parë baban e tij të shtrirë si kufom, mendonte se i vdekuri duhej të ishte i shtrirë. Del, por nuk e sheh askënd të shtrirë. Kthehet dhe i thot gjyshit se nuk ishte askush i vdekur. Mendova mos ka vdekur kush nga turpi, nipi im, i thot gjyshi. Do të thot, as tashti, askush nuk vdes nga turpi. Po të ngjallej për një moment gjeniu i letrave shqipe i madh Fai Konica, sërish zemërplasur do të thashte: ruaje Zot Shqipërinë prej shqiptarëve.